Mirdita, sot po përgatisim thjerë. Thjerë I thoshim në fshat dhe thjerësa I thonë në Shqipërinë e mesme. Nga jugun edhe I themi thjerë. Këtu kam 250 gram thjerë, thjerësa e njëjta është, janë shumë të shishme, janë shumë të ushqishme, qoftë për të mëdhenj, qoftë dhe për të vegjël, për fëmijët e vegjël. I kam larë me ujë të nxehtë. Sa marri një val, do adep për valën e parë, I laj me ujë të ftohtë dhe tashti I kthej në ujë po të nxehtë. Kam marrë valujti dhe hedh thjerëzat. Këtu kam 2 karrota të prera në copa të vogla, I hedhim brenda dhe karrotat. Kam një kokor qep të prerë në copa të mëdha, se kështu ma duan fëmijët, duan që të shohin qepën, mos të jetë e tretur. 2 patate të vogla, kur janë të vogla I hedhim kokër, kur është e madhe patatja e presim me kaq, hedh 2 kokra patate. Dhe qepën siç u thash. 4 thelpa hudhrave të prera në copa në mes. 3 gjete dafin. I hedhim të gjitha komplet, nuk është një gjellë që do ka shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Hedhe kripën, për një hedhësh. I hedhim dhe rigon dhe piper të zi. Po rigonin dhe piperin e zi do t'ju tregojnë në çfarë kohë ju hedhim. Do presni sa të zihen thjeshta, zihen shumë shpejt, është një gjellë shumë e shpejt, shumë e thjeshtë, pa punë, po aq edhe e shishme. O po neve teta, sa të marrë pastaj ja ulim që mos I shishim në kontroll se po të digjet, e çonte pesa. Okej, thjerëzat tani janë mulume me ujë, gjitha janë mrejt. Të marrin balën. Të marrin balën. Ne presim gati një gjysore për ky, Mbas balës I marrin këtu është shumë pak. Aha. Ujtin gjithmonë të nxehtë, të valuar. Po. Tani presim. Marrin balën. E vëtë tetat e nënda sa të marrin balë dhe ullë pastaj sopën, e keni dorë vetëm sa të marrin balë të zihej. Ujtin e kanë të nxehtë. Si që shikoni, thjeshtësa po zihen, kam marrë balë, e kam tek numri 8 sopën, tashti e zbresim me të çojmë te 6-ta. I te 6 I te 5, po unë e lë te 6 dhe kanë në kontroll. Kush ka ndonjë që bën punë shtëpi e kështu mund ta çoj te 5, që mos ta kesh në anë kujdes që të digjet. Thjeshtësa po zihen, janë gati të mbaruar. Po shojmë dhe pak ujë tjetër, që mos në dalin shumë të thata. E shojmë dhe ujti gjithmonë I valuar. I lejmë dhe pak. I vejmë kapakun dhe I lejmë dhe pak të pinë ujin. Si që shikoni, thjerëzat janë gati, tashti shtoj rigonin. Një lugë rigon, po thoj, mami, një lugë kafe rigon, a? Një lugë kafe rigon. Një lugë kafe rigon. Vaj me ullirit. Vaj I hell shumë. Vaj, e duan të shikë vaj. I edhe në pjate, po të duash, I edhe në pjate. Pak piper të zi. E lejmë akoma? E lejmë sa të marrin qik me rigonin. Nësin bashkë dhe janë gati. Thjerëzat kanë qenë, është një gjellë shumë e mirë, është e lehtë, nuk të rëndon stomakun, ne në ato kohë me këto jemi rritur, dhe nuk I kishim. Kush ishin qoftë që mosha joni mban ato mend ato skoda të shita që kanë qenë ato kohë, dhe rrishin në rrugën e Korçës, dhe kush vinte nga Korça, na binte nga një dorë thjerë. Edhe më duket, në qoftë që s'gaboj, Korça, maliki Korçës ku I prodhonte thjerëzat. Në atë kohë. Edhe ku I gjenim? Këto vetëm merren të kënaqin, janë shumë të mira. Po ju pëlqen bëni dhe po ju pëlqen vetëm se mbështetja juaj mua më jep më krah që të bëj të nxjerr sa më shumë.
Po si pranoj lavdërimin, pranoj edhe kritikën. Në qoftë që s'ju pëlqen, pranoj edhe kritikën. Faleminderit.